Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i jep urdhër, ja 4 simptomat që tregojnë se duhet të shkoni urgjent tek kardiologu. Shpesh zemra paralajmëron për probleme përpara se të ndodhë diçka serioze dhe jo gjithmonë me shenja që presim. Sipas kardiologut Dr. Oliver Gutman nga Spitali Wellington në Londër, vëmendja ndaj disa simptomave më të fshehura mund të shpëtojnë jetë. Dhimbje në krahëror. Dhimbja e zemrës nuk është gjithmonë ajo skena dramatike që shohim në filma. Shpesh ndihet si një presion i lehtë, shtrëngim, djegje apo si urdhë. Dhimbja mund të përhapet në krah, sidomos në të majtin, në shpatulla, qafë, nofulla ose shpinë. Këto shenja mund të tregojnë anginë, pra qarkullim të kufizuar të gjakut në zemër, një gjendje e cila rrit rrezikun për infarkt nëse nuk trajtohet. Vështirësi në frymëmarrje. Është normale të merrni frymë shpejt pas një aktiviteti të fortë, por nëse ndodh gjatë aktiviteteve të zakonshme, si ecja apo ngjitja e shkallëve, kjo mund të tregojë se zemra nuk po e pompon siç duhet gjakun. Shenjat paralajmëruese janë pamundësia për të marrë frymë thellë edhe në pushim, zgjime të papritura natën me mungesë fryme, nevoja për më shumë jastëk për të fjetur rehat. Kjo gjendje shpesh lidhet me insuficiencë kardiake që shkakton mbajtje të lëngjeve në mushkëri. Lodhje dhe dobësti të vazhdueshme. Një lodhje e pashpjegueshme e cila nuk largohet as pas pushimit është një tjetër shenjë alarmi. Edhe detyra të vogla si të bësh pak pazar apo të lidhësh këpucët mund t'ju duken rrezikapitëse. Kjo ndodh sepse zemra nuk dërgon mjaftueshëm gjak për të patur oksigjen në muskuj dhe në organe. Tek gratë, lodhja e pazakontë shpesh është një nga simptomat e para, edhe pa dhimbje në gjoks, rrahje të çrregullta ose të forta. Zemra nuk rre gjithmonë në një ritëm perfekt, por rrahjet shumë të shpeshta ose të forta dhe të parregullta nuk duhen injoruar. Mund të ndjeni fshfërima, rrahje të forta edhe në qetësi. Kjo mund të jetë edhe një shenjë të aritmisë, për shembull fibrilacion atrial që rrit rrezikun e goditjes në tru dhe insuficiencën kardiake. Një elektrokardiogram është elbësore për diagnozë. Gjithashtu, të dhënat shqetësuese janë 18% e rritjeve të vdekjeve nga sëmundjet e zemrës në Britani, nga 18.693 në vitin 2019 në 21.975 në vitin 2023. Sipas ekspertëve, shenjat për atak në zemër ose çdo problem tjetër i cili lidhet pikërisht me këtë organ shpesh janë tinzare ose të pakuptueshme. Ato godasin atëherë kur nuk e pret dhe këtu nuk përjashtohen as gratë e reja. Sipas statistikave më të fundit nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, sëmundjet e zemrës janë ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve tek femrat mbi moshën 35 vjeç me një raport 1:4. Ndodh shpesh që simptomat e sëmundjeve të zemrës të mos vihen re ose të anashkalohen, sidomos në qoftë se ju jeni të reja. Nga ana tjetër, këtu ne do t'ju tregojmë se mund të keni këmbë dhe gjunjë të ëndura. Ëndjet në këmbë mund të shfaqen për një sër arsyesh dhe këtu nuk përjashtohet as edhe një problem me valvulën dhe njëkohësisht formimi i lëngjeve i ngjashëm me edemën është një simptom e zakonshme e një problemi në zemër, kur ajo nuk mund të pompojë mjaftueshëm gjak. Para se të friksoheni, duhet të dini që kjo lloj ëndje, ndryshe nga fryrjet e zakonshme, fillon që të përkeqësohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup. Prandaj, në qoftë se arrini në këtë pikë, e dini që duhet të konsultoheni me mjekun. Dhimbje koke. Përpara se të pini një ilaç për lehtësimin e dhimbjes së kokës, ju duhet të dini që ato munden të jenë
shenja paralajmëruese të një goditje në tru ose të mpikse së gjakut. Gjithashtu, vetëm dhimbja e kokës nuk është domosdoshmëri një tregues i problemeve me zemrën, por në qoftë se ju e përjetoni atë së bashku me simptoma të tjera si lodhja, marramendja, të fikt ose fillon njëkohësisht krejt papritur, atëherë ju duhet të keni parasysh se mund të paralajmërojë për një problem edhe më serioz. Lodhje, kjo mund të jetë shenja më e vështirë për të dëshifruar sepse janë 1 milion arsye pse ju mundet që të ndjeni të lodhur, mungesa e gjumit, stresi e të tjerë. Atëherë, si fillim, ju duhet të dini se po flasim për një nivel jo normal të lodhjes dhe sigurisht në qoftë se ju ndjeni një farë dobësie që e keni ndjerë më parë vetëm kur keni qenë të sëmurë me grip, atëherë zemra mund të ketë vështirësi në oksigjenimin e trupit. Dhimbje në stomak. Shumë njerëz gjithashtu mendojnë se problemet me zemrën ndihen direkt në gjoks ose në krahun tuaj të majt. Në fakt, ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se dhimbja mund të përhapet kudo nëpër trupin tuaj. Kur ju ndjeni dhimbje therrse në stomak, ekziston mundësia që ju të keni probleme me zemrën. Edhe pse dhimbja në stomak mundet që të jetë edhe shenjë e ndonjë gripi ose urthi, ekspertët rekomandojnë që ju të konsultoheni me një mjek për të siguruar se nga çfarë vuani. Dobësi dhe të fikt. Dobësia vjen si pasojë e rënies së tensionit të gjakut, por mund të jetë edhe shenjë e një problemi akoma edhe më serioz. Një çrregullim i valvulës që nuk lejon rrjedhjen si duhet të gjakut, rrahje të ngadalta ose shumë të shpejta të zemrës ose një çarje e aortës, të gjitha këto munden që të jenë shkak të dobësisë dhe të rënies së fikt. Marramendje. Ashtu si shumica e këtyre simptomave, edhe marrja e mendve me raste nuk është shkak për të shqetësuar. Kjo ndjesi mund të vijë si rezultat i dehidrimit, lodhjes, ngritja e shpejtë e të tjerë, por nëse marramendja vazhdon, duhet që ju të konsultoheni me një mjek. Nëse problemi është në zemër, mund të ndodhë për shkak të bllokimit të një arterie. Tensioni në pjesën e sipërme të shpinës. Ataku në zemër nuk ndihet gjithmonë në këtë organ. Shpesh pacientët thonë se ndjejnë sikur kanë një elefant sipër kraharorit. Ka raste kur e njëjta ndjesi ndodh edhe në pjesën e sipërme të shpinës. Nëse ndjeni sikur dikush po ushtron forcë shumë të madhe në shpinën tuaj, kjo mund të jetë shenjë e një ataku në zemër. Gjithashtu duhet të keni parasysh se sipas kardiologëve ekzistojnë mjaft simptoma të tilla si marramendja dhe ëndja e këmbëve, të cilat shkaktohen nga diçka tjetër, por edhe shenjat e zemrës të hershme shpeshherë anashkalohen duke menduar se ndodh për arsye të tjera. Kardiologët shprehen se pesha e krahut kur ushtroni, gulçimi kur ngjitni shkallët dhe rrahjet të shpejta ose të avashta të zemrës mund të jenë shenja se zemra juaj po kërkon ndihmë. Disa simptoma të tilla si vështirësia për të përkulur ose për të ngritur në këmbë mund të tregojë se zemra jonë nuk po përshtatet me pozicionet tona ose nuk po mban lëngun e tepërt në trup. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.